Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në epizodin e radhës në podcast. Këtë epizod mysafire kemi Maja Humolli dhe gjithashtu faleminderit Maja. S'ka përse. Dhe gjithashtu e kemi edhe një mysafire jo shumë të vogël, e cila quhet Cinnamon, sepse emisioni jo nuk do të kishte kuptim pa pjesëmarrjen e një kafshë. Qeni, mace, apo ta shohim edhe në emisionet e radhës se çka mundemi me marë. Atëherë Maja, faleminderit edhe një herë që je pjesë e emisionit podcast. Edhe unë jam shumë e gëzueshme se ku marrë këtë dhe ku më shprehni mendim temën. Atëherë Maja, unë e di që ti i don shumë qentë dhe macet. Është e vërtet. Unë du shumë se unë shumë kam qef me lujt me ata, mi ushqy dhe mu kënaq me pas një pjesë tjetës teme me qenë dhe maca dhe me kafshët e tjera. Maja, sa e mirë je shpirt. Faleminderit. Atëherë, Maja, am tregon në këto ditët nxehta të verës, Po. Çka duhemi me bo na si njerëz me avletu jetën, qenëve dhe maceve, posaçërisht rrugës, se këta në shpirt normal që duhen me pas ujtën kohën kanë, po këta në rrugë, çka duhemi me bo na si njerëz? Banorët, se janë atë të lagja dë kafsh, duhet që për shembull me qita të dera, një pjat me ujë edhe një pjat me ushqim, se edhe qanë mos me pas uri, me hunger, edhe mos mu ishtu se është shumë vap jashtë. Feks. Kështu që me pas gjithmonë mu vedisu se cilja dhe me qitë ka një pjat me ujtë pastër, që edhe këta me pas jetën më atletë. Apo jo? Bravo, Maja. Atëherë, Maja, a mendon ti se duhet pronart me qenë, mishetit qenë të tyne në këtë vapë ka shtë madhe që ati? Nuk duham, po nëse ka nevoj qenë të përdin për najsen nevoja. Mundi me qitë, nëse nuk doni në shpim me bo, edhe po, veç nuk duni edhe shumë ishe ti qenë verës, as dimrit shumë, se që për shambull qenë nuk veshin tesha, as këpuca. Po, e dim, po do jam për qenë, amo ma miro mos me ja vesh, se nuk rahatohen dhe... Bravo, Maja, po, do një njëjtë me nëjë si te. Edhe po, që për shambull... nëse qysh me ta thonë, nëse dënë me shëtit qeni, nëse nuk gjujan, mos e shëtit se nuk ka nevoj për najsen me dali jashtë. Mos me shti me zërë, me fortë. Po, edhe nuk bën me përzi shumë ushqimet verës, se mujnë me vjellë qendë. Po, më zbën me përzi, brava. Edhe zbën shumë i lonë jatë se mujnë me ngorë. O, ta o zamra. Unë e për veti kur i shëdu që në rrugën e shumë rëzitna, edhe tani shumë jam zatë, që për shambull jam konë Shqipni, se shu që jam e gala ka pos ditëlindjen, edhe janë konë do kotile qika, që mu ato janë konë me kretë të mirat, edhe nuk ka gjuna, ato janë konë një familje, edhe nuk ka shumë gjuna, se ato konë një restorant, edhe janë konë të restorani, se ushqej njerës të mirë, se i dojnë kafshët me ushqim. Do më thonë e këdi që po kujdeset dikush për to edhe ti si mërzit, apo ju? Po, edhe vetë e këshësh aty, edhe shumë mirë aty jam gëzus shumë, se e kum po një mace, të e kap një peshk pi lumet edhe e ka kap. E ka hunger. Qa që shpejta? Nuk e di po, tash janë kun peshk gjikaq. Se nuk ja kanë shumë moja, amo aty ka pas shumë edhe bile ka marrë diçka me hunger. Ani paktën e paska siguru një shujt ditës. Po, për me pi ujë ka lumen aty, se tash macat dhe kafshët, se masi ka shqefull për macat,
se po ku duhet me pas ujë. Nuk ka lidhje nëse që për shembull prindërit nëse thonë jeni atua gjush shumë ujë, mund është vesh piqeshme, në më rëndësi ujë duhet me pas. Ujë të pastër. Po, jo me mikrobe, po mund pi lumit se është ujë, apo deni pastër. Apo den. Ku po thutim për shembull ku kishe mendu gjatë verës ku mishe ti të qantë? Që për shembull me quna i kun që për shembull ngërmi me shku me nga, me pas një natyrë shumë bukur, është ajri shumë i pastër, edhe aty një restorant, tani kur lodhëm shkojna me hongër bëk, edhe... Po të na nuk lojnë shumë me qanë për restorane, apo ju? E di, po unë ka me bu krejt mundshme me morë qanin me në, unë që për shembull më qatë jashtë me hongër veç me qanë. Ose që për shembull njerëz që kanë kafsh, pronar, duhet më kun gjithë përgatitur, se din se do njerëz nuk i lojnë në restorant edhe duhet me pas një qese, ose një box, që për shembull një qandë me do kese kur e bëj nevojën mes milion aty adin, se jo duni me ditë se edhe pak turp, edhe do në marrë një box me trica, se nëse nuk mund me marrë në ikon ushqim për kafsh, se në restoran nuk bën me ushqy qantë në ushqimet njerëzve. Brava. Po tash ma mirë edhe nëse s'ka bëk bile me ushqy pak, po ma shëndet që mi ble dykon ushqimet e adekuate, speciale. Maja, atë pëlqen ty ma shumë mace ta qantë? Nuk e di, se tash unë e kam mace në shpe, edhe aja është shumë e mirë, po tash nuk e di. Se unë e gjithë kumë thonë mace, po mu më pëlqen edhe një kofsh tjetër. Cila? Kali. Mëse kam qaf me vozit kali. Jo me vozit, po. Me kalërua. Po, me kalërua. Po pëlqen edhe lepuri, edhe peshë, gjithë kofshet më pëlqen, edhe nëse janë e gra janë gjallë se njëjtë me kofshet e tjera. Bravo, Maja. Do më thonë, nështë kur ti kini hapësirë të madhe, mundësh me marrë një kali, mundësh me marrë prej se cilës kafsh nga një, tu e di që ti kujdesësh super, super mirë për ta. Po. Ja e marri mëre cinemonin, se kërkush nuk e njoftoj. Edhe pak tisa të flam pak, se... Ashtë të flajta? U tramp pak në rrugë, se ka pas ndërtime, edhe në talojnë pak me flejt, dhe shumë mirë se të flejt, se tani që të cuhet kur quhet, tani e marëm ka Sa fundin. mirë, Maja, që ti kujdesësh për mirëqenjen e tyne. Nuk i bën presion me kap, nuk i bën presion me ec, me lujt me ta, sepse se cila kafsh e meriton qetësinë e tyne, apo jo? Po. Disa kafsh nuk bën mi kap të barku, kështu, po mund mi kap qyshe ka bebën, se që është ma mirë sa me kapës të barku, macat që për shembull kapen si bebe, ato kotelet, ato të mdojat nuk ju sugjeroj mi kap shumë, se po, edhe qanë të mdhaj nuk bën mi kap, tash nëse jena i kon rrezik mundësh, Po. Që ajo sugjerimi jam, që ishe sugjeroj on, dhe që ajo keni mendime tjera. Cila kafsh mendon që është më e madhja në botë? Balena blu, se është shumë e madhe, ama është në detin e oceane. Unë se pas na di që është balena blu, më e madhja. Ka dhe balena tjera, po balena blu është më e madhja nga të gjitha kafshët. Edhe elefanti është shumë i madh. Shumë. E di, edhe gjirafa më duket është me gjatësi ma gata, ama nuk e di sa metra i ka, ama veç më duket se ma gata prej krejve të kashve me gjatësi. Balena blua me ndënë sa metra i mundet me pas më e madhja? 35 metra. 35, ja qëllove?
Atëherë, Maja, cila kafshë mendon që flan mas shumëte? Mendoj se flan mas shumë të koala. Koala. Deri në 22 orë në dite, para mendo. Qohet vetëm 2 orë. As njerëz nuk flejnë ashtë shumë. Maja, a më tregon për fond, për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës, një mesazh nga te. Okej. Unë kisha dashur të gjithë shkollat me pas një lëndë për që për shembull që kemi në njeri dhe natyra, që për shembull me pas kafshët dhe natyra dhe bimet dhe natyra, se janë ato janë gjallësa si njerëzit, veç se njerëz ka ma shumë se kafsh. Do këtë, nuk e di. Po. Bravo, Maja. Po, a është e nevojshme, a mendon që fëmijët kanë nevojë më mësu se qysh duhet mi dasht kafshët, qysh duhet mi respektu ambientin e tyne, apo mi mësu se shpesh herë kemi pa fëmijët të vrapu, qa mendon ti edhe për këtë pjesë? Nëse mendoni se janë egur, qenë, Tigër, se qenë nuk kanë qëllim, se ata nuk kanë qef me ngapa dhe ata kanë qef me lut me dikë, edhe menojnë se jeni të lut me ata dhe ju ndjekjen, a? Po, ju ndjekjen. Kështu që s'duhet me vrapu. Atëherë Maja, para se me përfundu emisionin, Po? a e prezentojmë edhe qysh e ka emrin? Cinnamon. A e prezentojmë edhe Cinnamon këtë emision? Po. Hajde. Okej. A të vijë dhe une? Po, hajde. Cinnamon. Fjanë, Cinnamon. Hajde, zamër. Hajde. Oj. Së shka vjen. Cinnamon, më së të të bje. Hajde. Hajde, qëmë që shtot. Cinnamon edhe Maja. Ju përshëndesim gjithve. Cinnamon, po fjanë. Hajde, zamër. Përshëndetje gjithve.